إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد Falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun krijuesin ton. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, shumicës prej neve mund të na shkojë në mendje për t'i parashtruar një pyetje vetës si besimtar se përse Allahu Azza wa Jall muajin e shenjtë të Ramazanit nuk e bëri diçka vullnetare që ta lënë në dëshirën e secilit se a dëshiron ta kryej apo jo. Përse ky adhurim të jetë detyrë e pashmangshme, obligim individual për secilin besimtar dhe besimtare, të cilët kanë arritur t'i përmbushin kushtet sheriatike për ta pasur detyrim pastaj agjërimin e këtij muaji në mënyrë të plotë. A thua vallë Allahu Azza wa Jall përmes këtij adhurimi dëshiron që me vështirësu jetën tonë, përmes kësaj obligueshmërie, dëshiron lodhjen trupore, lodhjen fizike të besimtarit apo ka një sekret më madhështor që buron nga kjo obligueshmëri. Padyshim se këto nuk janë qëllimet, nuk janë synimet nga obligimi i agjërimit të Ramazanit. Por Allahu Azza wa Jall dëshiron që robi të arrijë grada të cilat nuk arrihen pa disiplinë. Dëshiron që të pastrohet e ky pastrim nuk mund të realizohet pa sakrificë. Dhe dëshiron gjithashtu të ndërtoj dhe të krijoj forcë e cila nuk mund të ndërtohet dhe të krijohet pa pasur vetë përmbajtje dhe përkushtim. Ne sot para juve do t'i përmendim disa nga urtësitë, disa nga synimet, qëllimet të cilat burojnë nga të bërit obligim nga ky muaj, domethënë për të agjëruar. Do t'i përmendim disa të cilat dietarët i kanë përmendur. E filloj me të parën të cilët vetë Allahu Azza wa Jalla ka përmendur pas ajetit ku kuptohet se është obligim agjërimi i muajit të shenjtë të Ramazanit. Allahu Azza wa Jalla ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi ashtu siç ishte obligim edhe për ata të cilët ishin para jush, pra popujt para neve, në mënyrë që të bëheni të devotshëm, në mënyrë që të arrini në gradën e takvallakut, devotshmërisë, e cila është synimi dhe përkushtimi kryesor që arrihet përmes këtij adhurimi. Pra Allahu Azza wa Jall po tregon arsyen, po tregon urtësinë sepse e ka bërë obligim muajin e shenjtë Ramazanit. Kjo për arsye se Allahu nuk dëshiron dhe nuk e ka synim që qëllimi prej agjërimit të jetë uria, qëllimi prej agjërimit të jetë etja, qëllimi prej agjërimit të jetë lodhja, por Allahu dëshiron që qëllimi kryesor të jetë arritja e takvallakut. E çka është takvallaku? Devotshmëria është vetë përmbajtje, është menaxhim i vetvetes dhe është ndjesi e mbikëqyrjes dhe vëzhgimit hyjnor në tërkohën. Dhe më së miri që realizohet ky adhurim është kur ai bashkangjitet me agjërimin.
Dhe këta e kuptojmë me një shembull të ilustruar, kur dikush prej agjeruzve është i etur dhe e ka tha etja e madhe, ose është i lodhur dhe lodhja e ka raskapitur, që detyrohet me ushtri dhe s'ka mundësi që të qohet. Hyn në shtëpinë e vet, hyn në dhomën e vet private, dhe ky person nuk e prish agjerimin. Për çfarë arsye ky nuk e prish? Për shkak se e din që Allahu Azza wa Jall është lart tij dhe është në mbikëqyrjen dhe vëzhgimin absolut të Allahut dhe s'ka mundësi as të lëviz syrin e tij përveç se Zoti është duke e bërë. E këtë çështje e realizon besimtari kur është duke agjëruar. Dhe për këtë arsye ka ardhur në hadith kutsi që Allahu Azza wa Jall ka thënë kullu amali ibn Adam lah illa as-sawm. Çdo punë që bën biri i Ademit është për të i takon domethënë atij përveç agjërimit. Thot as-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është për mua dhe unë do të shpërblej për to. Për çfarë arsye? Për shkak se kulmi i sinqeritetit në adhurim, kulmi i ndjesisë se je në vëzhgimin e Allahut është dhe arrihet atëherë kur besimtari është duke agjëruar. Në realitet kështu kërkohet prej neve që të jemi në vazhdimsi, jo vetëm kur jemi agjërueshëm, por edhe atëherë kur të mundsohen disa punë që nuk të sheh askush tjetër pos Allahut të lartësuar, është e udhës dhe është mirë m'ia kujtu vetes këtë vëzhgim hynor që je në të 24 orë dhe je i pandashëm nga vështrimi i Allahut të lartësuar. Synimi i dytë i cili kërkohet dhe synohet të arrihet përmes agjërimit është forcimi i vullnetit dhe mposhtja e egos së njeriut, mposhtja e epshit. Ramazani ka shumë fitore që njeriu i korr brenda tij, mirëpo suksesi dhe fitoria më e madhe është atëherë kur njeriu arrin me mposht veten e vet. Dhe kjo është lufta më e madhe. Dhe kjo është fronti më i madh që hyn në të njeriu dhe e ka të vështirë që ta mund vetveten. Por mund ta mund të tjetrin, mirëpo vetveten e ka të vështirë. E këtë ja lehtëson shumë agjërimi për arsye se agjërimi e zhvendos energjinë nga energjia trupore dhe e dërgon tek energjia e shpirtit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-siyamu junna. Ka thënë agjërimi është mburojë. Dietarët kur e kanë sqaruar këtë hadith, këtë pjesë të hadithit të pejgamberit alayhis salam kanë thënë se agjërimi është mburojë nga zemrimi, është mburojë nga mëkatet në përgjithësi. Është mburojë nga zjarri i xhehenemit. Dhe këto këtë ja lehtëson kur njeriu është agjërueshëm arrin të e realizojë këtë pjesë beg i mirë. Gjithashtu prej synimeve të agjërimit është se e mëson besimtarin se si duhet më usjell. Dhe i thot besimtarit që nëse dikush të shan, ose të ofendon, ose tenton për me pas polemik me ty, ti nuk duhesh me hikti debati. Por duhesh me thonë inni saim, unë jam agjërueshëm. Kjo pjesë ka që shkurt e hadithit pejgamberit alayhis salam që është hadith kutsi, është pjesë e cila ja mundson njeriu të shkollë në vete që i tregon se ti duhesh me pas veten nën menaxhim. Duhesh me pas emocionet e tua nën kontroll dhe ta mundson se kur duhesh me reagu e kur nuk duhesh me reagu. Pra që kjo është prej synimeve më të larta që synon agjërimi me arrit është për me kalit dhe trupin e besimtarit, mendjen e besimtarit që mos me reagu, mos me hynë në debate të cilat nuk sjellin asnjë dobi për vetëm përçarje dhe urrëtie në mes njerëzve. Synimi tjetër është durimi, dhe për këtë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-sawmu nisfu as-sabr. Ka thënë agjërimi është gjysma e durimit. Pra, pse ne sot agjërojmë? Ne agjërojmë për shkak se kemi sabër, kemi durim. E ata të tjerë që nuk agjërojnë, për çfarë arsye nuk agjërojnë? Elementi kryesor që ju mungon atyre është se nuk kanë durim. Por s'kan durim me pritën, me pi kafën e mëngjesit, me zhvendos në kohën e iftarit, pas iftarit.
Nuk kanë durim. Nuk kanë durim me duru etjen dhe urin deri pas iftarit. Dhe atyre ju mungon ky element. E për këtë arsye agjërimi është gjysma e sabrit, për shkak se sabri është kryerja e detyrimeve të cilat Zoti i jep dhe obligon që ato duhet me u kry, ndërsa agjërimi është përmbajtja ndaj dëshirave që njeriu i dëshiron dhe lakmon për to. Në këtë adhurim, pra në agjërim, realizohen 3 elementet e durimit, apo 3 llojet e durimit që janë durimi në bindje ndaj Zotit, durimi ndaj mëkateve që nuk mëkaton në robin ndaj Zotit dhe durimi ndaj kadereve, caktimeve të Allahut Azza wa Jall. Pra me një fjalë, Ramazani është një kurs praktik i durimit. Pra çdo minutë që besimtari kalon gjatë ditës duke qenë agjërueshëm është në një kurs pa të holla që spaguan për to, për në heshtje e mëson durimin dhe e mëson këtë sabër, këtë adhurim kaq madhështor dhe këtë ja mundson agjërimi. Dhe pika e 4, synimi i 4 është bujaria dhe ndjeshmëria ndaj të varfërve. Pra Ramazani përveç që është muaj me këto mirësi të cilat dëgjohen e lexohen në për hadithe dhe ajete kuranore, është edhe muaj që njeriu duhet të reflektojë dhe të alshej dorën e tij. Pra nuk duhet besimtari agjëruesi të jetë dështrënguar në Ramazan. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tregohet për ta, thuhet se kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. I dërguari alayhis salam ishte njeriu më bujar. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Ndërsa bujaria e tij arrinte kulmin kur në Ramazan. Pra kjo është edukata dhe udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu duhet të jetë bujar në Ramazan. Dhe këtë pjesë e realizon duke ftuar njerëz për iftar, duke dhënë sadaka të ndryshme. Është muaj pra i faljes, i pajtimit dhe afrimit dhe mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Allahu na bëftë mundur për me i lidh ato lidhje të cilat janë shkëputur në muajt e kaluar. Robert Allahut, Ramazani pra nuk ka ardhur me na ndryshu neve orarin e ushqimit. Nuk ka ardhur për me na lodh neve fizikisht, por Ramazani ka ardhur me një qëllim për me përmirësu zemrën, brendësinë e besimtarit. Andaj konsideroje këtë Ramazan se është shansi yt i fundit për ndryshim. Ky Ramazan konsideroje se është mundësia e fundit që ti të reflektosh dhe të përmirësohesh karshi Allahut Azza wa Jall. Pra bëne plan dhe vendos që të fillosh faljen e namazit, pra në mënyrë të rregullt 5 kohët e namazit në vazhdimsi. Pra nga ky Ramazan e tutje, fillo dhe bëje plan që të nisësh një adhurim të ri që nuk e kanë më herët duke e kry. Bëne plan dhe je prej atyre që me e largu një ves nga veset e këqija që i ke. E këtu veset e këqija secili i kthehet vetvetes. Dikush e ka ves me shat, dikush e ka ves me përgoju, dikush e ka ves me ofendu, dikush tjetër e ka ves duhanin, dikush tjetër e ka ves alkoholin, Allahu na ruaj, ose diçka tjetër. Krejta këto ti lehtëson ky muaj i madh, pra ky adhurim i quajtur agjërim, dhe këtu të kallëzon se përderisa ti i aftë dhe i gatshëm që prej kohës e misakit deri në iftar mi u përmbajt qytynve, atëherë çka ki ti që se vazhdon këtë rrugë dhe se kontrollon veten tënde edhe jashtë Ramazanit. Elusim Allahun Azza wa Jall që na jap bereqet të madh në këtë Ramazan, të na jap shëndet të plot në mënyrë që të kemi mundësi për të falur dhe për të agjëruar krejt këtë Ramazan. Allahu e begatoft çdo kohë tonë që kalojmë në këtë dhe na mundësof për të arrit faljen dhe mëshirën e tij. Allahumma amin. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.